rekomandohen orëve të mbrëmjes të vona? Ka një limit kohor, si kurse që është darka, që nuk duhet me konsumu asgjë pas orës 18 nëse nuk gaboj? Mirë është se tash se cili e kemi këtë orën biologjike ndryshme prej jetës, tash nuk më thonë ty mësa mas 6 se ti tash jenë në emision të ndhejt. Jo, nuk ka mas emisionin. Mirë, po, për shembull, pak ma vonë e shtymë për shkak që ti derisa të shkresh duhen edhe 2 orë, minimumi 3, po deri në 4 orë është mirë mësë me hungër para gjumit. Para gjumit. As njësa me indeks glikemik lartë. As për shembull, edhe vaktin e fundit nuk është mirë me marë për shembull shalqen ose diçka që ka indeks glikemik lartë, për shkak që kemi insulin aktive dhe kemi predispozit që kjo insulin me ndiku për shembull me pas oreks halati, nëse ki oreks normal që ka me të munduk, po më dhejnë depozitohet ma shumë ndyrë vjamore dhe së që i bën hajrë trupit. Mirë është me marë edhe në orët e vona për shembull nëse 7-8 vaktin e fundit mirë është edhe aty protein. Protein ma e lejtë, për shembull që është naj kefir me fara chia, me naj frut që ka indeks glikemik lartë, me sallat, diçka që është edhe nëse karbohidrat me kanë diçka që tretet letë që ka fibra ma shumë. Po.